Duke I bërë çdo 2 javë, sikur pa qenë fejesa, që na filan datë. Dashamir Shehi kritikoi protestat e opozitës, duke I cilësuar ato të përsëritura, të lodhshme dhe pa ndikim real politik. Kreu I Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar I krahasoi protestat e organizuara nga Partia Demokratike me organizime fejesash, pasi sipas tij ato zhvillohen vazhdimisht dhe janë kthyer në rutinë. Sipas Shehit, protestat duhet të jenë reagime të forta qytetare për çështje konkrete dhe jo mobilizime të militantëve partjak. Ai solli si shembull protestat në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se një protestë e vërtet duhet të përfshijë qytetarët dhe jo vetëm strukturat politike. Ai deklaroi gjithashtu se protestat aktuale po përdoren edhe për të larguar vëmendjen nga zgjedhjet e brendshme të 23 majit në PD, të cilat I konsideroi pa garë reale. Sipas tij, fituesi dihet paraprakisht dhe do të jetë Sali Berisha. Shehi kritikoi mungesën e demokracisë brenda Partisë Demokratike, duke thënë se kjo parti nuk ka pasur kurrë demokraci të brendshme. Ai shtoi se opozita duhet të fokusohet te çështje më të rëndësishme, si reforma administrative dhe ligji zgjedhor, nëse synon të vijë në pushtet. Në fund, ai theksoi se opozita duhet të gjejë alternativa dhe shtigje të reja, ndërsa Berisha mund të vazhdojë të drejtojë PD-n.